Kur shkova në shkollë teknike, e pash sefte topin e basketbollit në dorë. Ishte fusha prej qymyrit të djegur të trenit. E grimcume mirë, e rafshume, duke sikur se asfalt. Edhe po më pyesën cilën pozitë luan, i nish. Me këtë gjatësi, tash po luaj nish. Atlarësia është ma shumë shiqin parë kur e shohin njerëzit, po ta nuk e kanë ditë se çfarë truni posedoj unë. Gjitha bashkëlojtarët e mia kanë qenë kopësisë serbe. Jelica, Milica, Snezhana, Sonja, ato shitën e kom pas për kthys. Te ka rreth palestrës, rreth fushës Polici me arma të madhe. Salla këtë polis, ato blinda, më thosë në këtë një mytë në. Dishe me nëzirë topin të thëtë dikun kërsit ke dika, janë një mazveshit, janë një shkel nga diçka. Ato janë koha për qenë para luftës dhe pas luftës, unë mendoj. Për qatë të kemi po që ka është profesionalizmi, me ushtru 2 herë 3 herë në dite, edhe me po një ekip se si organizohet në atë mënyrë profesionale. Pa dashje, normalisht thyet tabela, janë gjyzimet cilat nashta nuk janë të mira për sy se që kanë ndodhur më pastaj, po du ma shkotu vetën se na kena bëbë të lakin të rejnë, kena bëbë bollë shumë. Njëri ndër basketbollistët që ka luajtur për 3 kombëtare, Shqipëri, Kroaci dhe Kosovë. Edo ka qenë reprezentuesi i Shqipërisë, po edhe me pasaport kroate, po duke qenë që njërin prej prindve ka të lindur, nënën e ka pas të lindur në Bosnë, ai ka të drejtë me pas edhe pasaportën bosnjake. Po në 2015 mbash atëherë nuk ka një përzgjedhëm në Poloni. Në 12 në Polonisë dhe në aeroplan kur ardhi presidenti i Federatës të Polonisë, po ulet aty afër meje, po më kallëzon që Kosova po pranon FIBA.